E marta shënon tentimin e 33 në konstituimin e kuvendit, por tentimi i 32 shënoi edhe mungesën e 45 deputetëve, numër që ka shkuar duke u rritur, sidomos herën e fundit. Disa nga deputetët edhe e kanë paralajmëruar një gjë të tillë në tentimet paraprake. Unë për herë të fundit sot vi. Shumica e deputetëve kanë drejtë dhe mi bojkotu tash kuvenin edhe po duket që jemi tu i shku drejt zgjedhjeve. Secili deputet mundet me thonë mendimin e vet, qëndrimin e vet sa i përket sa do të vinë në kuvend apo jo. Sigurisht edhe për neve është e mundënshme me ardhë dhe mos me pas një rezultat ndryshe. Më në fund, më gjatë për këtë ka folur edhe kryeministri në detyrë Albin Kurti. Mungesa në seancën e fundit pati goxha edhe nga partia e tij, por ai ka tjetër mendim për situatën. Ata që vinë, por bojkotojnë duke mos votuar, nuk e di pse vinë. Por bindjen time, ardhja në vazhdimin e seancës dhe bojkotimi i votimit, politikisht është sjellje e papërgjegjshme. Por mungesa në seancën konstituive në Kuvendin e Kosovës është e papranueshme dhe antikushtetuese sipas Melos Selmanit, nga Instituti i Kosovës për Drejtësi. Shembullin 22 i rregullores së Kuvendit të Republikës së Kosovës e përcakton qartë që deputetët e Kuvendit të Republikës së Kosovës kanë obligim që të marrin pjesë në seancat e Kuvendit, përfshirë këtu edhe seancën konstituive, po ashtu edhe në 74 i Kushtetutës së Republikës së Kosovës flet për përgjegjësinë e deputetëve që të ushtrojnë detyrën e tyre në përgjegjësinë më të lartë, pra përfshirë këtu edhe marrin pjesë në seanca. Ndërkaq mungesën e tyre në seancë, analistja politike Makbule Shkodra e sheh si arsye e fillimit të pushimeve. Kjo kuptohet, po lidhet të shkoja e pushimeve dhe ata prioriteti kanë pushimet e veta e jo konstituimin e kuvendit. Po në anën tjetër unë besoj që ata janë edhe në dijeni të situatës nga partia e vetë, sepse në shumicë mungonin televizjes dhe vetëvendosje. Deputetët e Kuvendit të Kosovës po tentojnë që nga 15 prillit të bëjnë konstituimin dhe deri tani krejt çka është arritur është betimi i vet atyre.